Prapa shumë shprehjeve popullore fshihen jo vetëm figura letrare, por edhe kujtimet e epokave të ndryshme historike. Populli nuk ka shkruar kronika me data e dokumenta, ai ka ruajtur ngjarjet në gjuhë, në simbole dhe në mënyrën si ka folur brez pas brezi. Një prej këtyre shprehjeve mund të jetë edhe u ngritën këmbët i bien kokës. Sot përdoret për të treguar përmbysjen e rendit, rebelimin e të voglit ndaj të madhit apo daljen e gjërave jashtë kontrollit. Mirëpo origjina e saj mund të lidhet me një periudhë shumë të lashtë. Sipas këtij interpretimi, shprehja mund të ketë lindur në kohën e luftërave iliro-romake rreth shekullit 3 para erës sonë, kur Roma nisi zgjerimin drejt brigjeve ilirike. Në simbolikën e kohës, Roma lidhej me këmbën pushtuese mbi territoret e tjera, meqense edhe gadishulli Apenin, apo sot ai italian, ka formën e një këmbe. Ndërsa Iliria shihej si koka, trualli i mëmë apo autoriteti i vjetër i rajonit. Kur këmbët u ngritën kundër kokës, kjo u perceptua si një përmbysje natyrore, por edhe morale, pra biri kundër të atit. Kështu, një shprehje që sot duket e zakonshme, mund të mbartë jehonën e ngjarjeve të ndodhura 2300 vite më përpara, sepse gjuha popullore shpesh ruan histori aty ku mungojnë librat.